Të njëjtën e datës 20 nëntor 2025, zëvendës kryeministre Belinda Balluku, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë, u pezullua nga detyra me vendim të GKK-s, gjithashtu ndaj saj u vendos edhe ndalimi për të dalë jashtë vendit. Kjo është hera e parë që një zëvendës kryeministër pezullohet nga detyra me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Belinda Balluku është marrë pandehur nga SPAK në lidhje me abuzimin me vlerë afërsisht 50 milion euro për ndërtimin e tunelit të Llogaras me akuzën për shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike. Të përfshirë në këtë aferë janë dhe ish zyrtar të lartë bashkëpunëtor të Ballukut, për të cilët GKK ka vendosur masën e sigurisë arrest shtëpie, konkretisht për drejtorin e kesh Erald Delezi dhe kreun e ARSH-s Gentian Gjyli. Më 20 tetor 2025, SPAK dorëzoi një akt akuzë 45 faqesh ndaj Belinda Ballukut dhe 5 zyrtarëve të tjerë për manipulimin e procedurës së tenderimit të tunelit të Llogaras me fond limit 190 milion euro. Dosja përfshin të dhënat të hyrjedaljeve dhe akte administrative, dokumente zyrtarësi dhe komunikime telefonike apo mesazhe në aplikacione të ndryshme mes Ballukut dhe vartësve të saj. Hetimi, i cili ka zbuluar koordinime mes zyrtarëve të ministrisë dhe kompanisë fituese që nga faza e përgatitjes së dokumentacionit deri te firma e kontratës, konsiderohet një nga rastet më të rëndësishme të korrupsionit në nivele të larta qeveritare në Shqipëri. Por kjo është vetëm maja e icebergut e një historie të mbushur me afera të dyshimta. Pasi Belinda Balluku si ministre e infrastrukturës është në netim nga SPAK edhe për procedurën e tenderit për ndërtimin e lotit të 4 të Unazës së Madhe të Tiranës, hetimi është ngritur pas shqyrtimit të procedurës ku të gjithë operatorët e tjerë konkurrues u skualifikuan, përfshirë edhe ofertën më të ulët ekonomikisht, çka ngre dyshime për paracaktim të fituesit dhe shkelje të barazisë në tendera, që me sa duket është një modus operandi për zonjën Balluku. Në vjeshtën e vitit 2017, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit do të firmoste kontratën koncesionare për ndërtimin, operimin dhe transferimin e impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Tiranë dhe prodhimin e energjisë me kompaninë Integrated Energy BV SPV. Kontrata do t'i transferojë më pas si autoritet kontraktor Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Por edhe sot, 7 vjet pas firmosjes së kontratës, inceneratori nuk ekziston, edhe pse buxheti i shtetit ka paguar plot 100 milion euro. Përgjegjëset kryesore për këto pagesa janë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe Bashkia Tiranë, të cilat sipas kontratës koncesionare do të duhej që të krijonin njësinë e monitorimit të projektit dhe pagesa do të bëheshin në bazë të ecurisë së punimeve dhe situacioneve që do të dorëzonte kompania. Pagesat janë bërë, por njësia e monitorimit të projektit nuk ka funksionuar sepse Bashkia Tiranë nuk dërgoi antarët e saj. Në këtë rast, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë duhet të bllokonte pagesat që transferonte në llogarinë e Bashkisë Tiranë për të paguar inceneratorin dhe të merrte masa penalizuese për koncesionarin për shkeljet e afatit, siç dhe sanksionon kontrata. Për ta shpjeguar me fjalë të thjeshta, autoriteti përgjegjës që duhet kontrollonte nëse kishte apo jo incenerator është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ndërsa përgjegjës që po paguhet për kapsulim dhe jo incenerim me taksat e qytetarëve të Tiranës është Bashkia Tiranë. Për këtë çështje Balluku është thirrur dhe pyetur në SPAK nga prokurori që po heton çështjen e inceneratorit të Tiranës. Qeveria ka punën e saj, parlamenti ka punën e tij dhe drejtësia ka punën e saj dhe ne jemi këtu për ta mbështetur padyshim. Tani le të zhvendosemi te projekti 21 kilometra Thuman-Kashar. Në vitin 2018, Gener 2 propozoi ndërtimin e një autostrade të kategorisë A, kundrejt një vlere 245 milion euro, por pas këtij investimi oferta llogariste që në fund të 13 viteve që do të përfshinin ndërtimin dhe mirëmbajtjen, buxheti i shtetit do detyrohej të paguante 455 milion euro, 210 milion euro më shumë se vlera e investimit. Një skandal që përfshiu kompaninë Gener 2 në falsifikimin e dokumentave për ndërtimin e Unazës së Madhe të Tiranës solli ndryshime në qeveri. Dhe kështu, vetë ministre që kishte ardhur në detyrë në vitin 2019, Belinda Balluku, u detyrua të anulonte këtë koncesion. Kompania e ankimoi vendimin në gjykatën e shkallës së parë, duke e humbur çështjen, të cilën e fitoi më pas në gjykatën e apelit më 29 korrik 2021, vendimi i cili i hapi rrugë ministres Balluku që t'ia përcillte për miratim Këshillit të Ministrave draft kontratën koncesionare për projektin Thuman-Kashar. Dhe këtu nisën të kryeshin një listë gjatë shkeljesh. Kontrata e re lidhet duke ndryshuar kushtet thelbësore të termave të referencës me të cilat u shpall gara dhe u fitua nga kompania koncesionare. Afati i kozgjatjes së kontratës nga 13 u bë 35 vjet, nëse koncesionari planifikohej të merrte në total 445 milion euro. Në kontratën e re në fund të 35 viteve siguroi 1 miliard e 307 milion euro. Në garën e hapur në vitin 2018, dokumentet e tenderit specifikonin qartë se nuk do të vendosej asnjë tarif, mirë po kontrata e re lejoi vendosin e traut me
pagesë 2.5 euro për kalimin e makinave, pa bërë asnjë studim fizibiliteti dhe pa u konsultuar me banorët e zonës. Pra, shkelje e ligjit me pasojë dëmin ekonomik direkt në xhepat e qytetarëve. Një tjetër mega afere, cila ka marrë vëmendje në mbi 15 episode të emisionit tonë, është ajo e anijeve gjenerator të ardhura nga Bangladeshi, të njohura si Tigri 1 dhe Tigri 3. Anijet u blen nga kompania offshore Accelerate Energy Limited Partnership nga Bangladeshi në 2022 për $15 milion, ndërkohë që Kesh bëri kontratë për t'i marrë ato me qira për plot $45.5 milion, pra 3 fish më shtrenjtë. Një absurditet që thret me të madhe, skandal, por nuk mbaron me kaq, sepse nëse $45.5 milion do të jepen për qiran, vlera që do të shkoj për operimin nga kompania tjetër fituese Renko ka shifrën $22.5 milion, pra plot $68 milion që merren nga arka e kompanisë publike Kesh për të përfunduar në xhepat e pronarëve të kompanive fituese. Një element tjetër shumë i rëndësishëm është edhe analiza që ka bërë KLSH, ku del se çmimi i energjisë së prodhuar nga anijet del 268 euro për megavator, pra 4 herë më i shtrenjtë se të blesh energji në import, por pavarësisht kësaj, Kesh ka marrë përsipër kostot e zhdoganimit të anijeve, vaj lubrifikues dhe nxjerrjes së lejeve, licencave, autorizimeve dhe marrjes me qira të depozitave të lëndëve djegëse, dhe për të gjitha këto janë shpenzuar edhe 9.4 milion euro të tjera. Për të gjitha këto fakte, personi në majën e piramidës së kësaj afere korruptive, ministra Belinda Balluku nuk na dha asnjë përgjigje. Zonja Balluku, përshëndetje, Matilda nga Piranja, do t'ju pyesja si shkon prodhimi energjisë nga dy anije TEC në Gjirin e Vlorës. Ju keni marrë gjatë forca policia, ai trebeni kësaj afere nga Spaku duke qenë se ka nisur vetimet? I trembeni aferës? Zonja Balluku, jemi për TEC-et këtu, po na dërmoni. Ne e pyetëm ministren si përgjegjësin kryesor për mbarvajtjen e kompanisë Kesh, e cila është në pronësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe Belinda Balluku është asamblea e përgjithshme, organi kryesor që merr vendime. Por edhe po të mos ishte e ngarkuar me ligj, mesazhet e saj në dosjen e SPAK tregojnë se ajo komandonte dhe ndërhynte në çdo njësi dhe qelisë të organigramës së institucionit të saj. Një tjetër aferë që implikon ministren e infrastrukturës Belinda Balluku është edhe koncesioni i aeroportit të Vlorës, një nga projektet më skandaloze të qeverisë Rama. Diskutimet për ndërtimin e këtij aeroporti nisën në vitin 2018, por vetëm në 2021 gjithçka u bë konkrete. Më 20 prill të njëjtit vit u lidh kontrata e koncesionit mes shtetit shqiptar dhe konsorciumit që u shpall fitues, Mabetex Group në pronësi të Bexhet Pacollit që zotëronte 58% të kapitalit, kompanisë turke Yda Group me 40% të kapitalit dhe 2A Group me 2%. Yda Group u largua më pas nga aeroporti duke i shitur aksionet për një vlerë qesharake prej 4.450 euro. Ajo që sjell implikimin direkt të ministres Balluku në këtë aferë është miratimi për largimin e kompanisë turke, pa u zëvendësuar nga një firmë që kishte përvojë teknike dhe financiare. Siç e tha edhe vetë publikisht aksioneri që bleu kuotat, Bexhet Pacolli, kompania turke ishte sugjeruar nga Balluku dhe është paguar vetëm për dokumentat e përvojës teknike 3 milion euro nga biznesmeni. Sot aeroporti nuk ka asnjë aksioner që ka eksperiencë në operim dhe asnjë marrëveshje me një firmë të tillë. Okej, deri këtu asnjë problem në një vend të mësuar me të tilla manovra. Problemi i madh nis kur mësohet vendi ku do të ndërtohet aeroporti. Zona e mbrojtur e Vjosnartës, që ka fituar këtë status që nga viti 2004, strehon, ushqen dhe krijon vend të sigurt për folezim të rreth 63% të gjithë shpendëve që ndodhen në Shqipëri. Pra një habitat tepër i rëndësishëm për shpendët që dëmtohet pas një mëshirë pavarësisht kundërshtimeve të organizatave mjedisore brenda dhe jashtë vendit. Por le të rikthehemi edhe një herë tek diskutimi teknik i këtij projekti, për të cilin duket se as vetë qeveria nuk është aq e bindur. Kosto e ndërtimit të këtij aeroporti arrin në 104 milion euro, por taksapaguesi do detyrohen të paguajnë 138 milion euro, ose 32% më shumë se investimi në rast se koncesioni dështon. Pra, qeveria vendos të marrë përsipërisje me miliona euro për projekte që nuk janë të studiuara siç duhet. A ka emër tjetër kjo, përveç se bixhoz me paratona? Pavarësisht këtyre pasigurive, më 28 nëntor 2021, makineritë e rënda pushtuan zonën e mbrojtur të Vjosnartës për të nisur ndërtimin e aeroportit që prej asaj dite ju dha një goditje e fortë ekosistemit më unikal në vendin ton, i cili fatkeqësisht në një pjesë të tij e ka humbur statusin e mbrojtjes me justifikimin e zhvillimit ekonomik. E me gjithë këto kosto që mori natyra shqiptare, konflikti mes aksionerëve të kompanisë koncesionare, firmave 2A Group dhe Mabetex, aeroporti rrezikon të mos hyjë në operim dhe kompanitë të kenë të drejtë të kërkojnë pagesën e garancisë nga shteti shqiptar.
Këto që ju treguam në mënyrë telegrafike janë një pjesë e aferave korruptive që kanë patur gjithmonë nga pas hijen e Belinda Ballokut, gruas më të pushtetshme në qeveri, krahun e djathtë të kryeministrit Rama, të cilit edhe kësaj radhe dikush ja hëngri dardhat pas shpinës. E çfarë dardhash?